U kthyem sërish në studio, ndërkaq tani do të flasim për përplasjen mes shijes së hershme dhe ritmit të shpejtë të jetës moderne. Më saktësisht do të flasim pak për ushqimin tradicional dhe për atë fast food me opinionistën e Kosova Live, me Gjulin. Bashkë me neve në studio është edhe Urata Regjepi, nutricioniste. Urata, mirë se vjen. Faleminderit shumë, si gjej. Ndërkohë e kemi edhe Jusuf Islamin, i cili ende nuk ka arritur në studio, por po e presim. Pikujna më janë njështë të gjullë. Faleminderit zamër. O, çfarë lule bukur. Faleminderit shumë. Belemri për shkaj ka edhe me majit stane, po... Musafiri i parë që vjen me dhurat. Ja vjen të teksohet. Jo, në fakt, pas kanë ardhe dhe me libra. Jo, kur faktikisht, kur e mura vesh që është Gjulli, është emrin që po... Urata, edhe mura vesh që jam i vetëmi moshkull, thash pëse mësë me shku me ka një dhurat. Masta më shumë meshkuj. Po që në andrejsh ditë njëve. Definitivisht. Unë me Lula do të jam shumë in edhe trend. Edhe mendoj që Lula kur nuk e del vlera, edhe është respekt mbi të gjitha. Faleminderit shumë. Knaçi edhe me qenë emision. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit proces. Ndërsa po fillojmë prej Gjule. Gjule, çfarë mendon të rinjtë apo preferojnë ushqimin më shumë tradicional apo krejt kanë kalu te fast foodi? Duke marrë parasysh se çfarë jete po jetojna për momentin gjithë bota, jo vetëm Kosova ose Prishtina, është në një situatë ku jeta e shpejtë, dinamika e jetës, puna, online trading, krejt këto i kisët, do thot në telefone dhe je me një jetë shumë të shpejtë dhe arritjet e njerëzve janë shumë më të mdoja se sa nështë ta gjysherive tonë që ka ndosht qatë lop me mjel, qatë buk me bo, edhe mi prit fëmijën edhe me hongër argat kur kam pot me punime e sene, por unë mendoj që rinia sot, ose populli përgjithësi, krejt botën është qatë që shpejt jeta, dinamike që nuk kanë mundësi sot me gatu, edhe na që jena healthy people, që kena fitnessin prioritet në 6 mëngjesit, unë do të të shpeshere bëj, nëse i kanë përcjell në TikTok, unë 3-4 dit ma herët e bëj buken që hosh dhe dit. E kështu që u orë një jetë shumë dinamike, që na njerëzit do të me kuptu që trupi jonë është gjeja me shejt që e kena. Dhe mendja jonë është në trup tonin. Dhe është shumë e rëndësishme me ushqy, me gjërat të rëndësishme, të shëndetshme dhe të vlefshme, që na i morrum vlerat ushqyshe në trup tonin. Po, më duket që the që për shkak dinamikës njerëz nuk po kanë kohë dhe aq me gatu. A është kjo pak që jemi dembel apo realisht është çështja e dinamikës tjetër? Unë mendoj që është edhe çështja e dinamikës tjetër, por gjithashtu mendoj që u shkua jo vlera që do të thotë nëse viqe mojnë amen reklamat vitit të 10-90, 2000 kanë qenë një non të gatu, të i thirë thmin fëmijët dhe bashortin një tryez me buk, të e shprendo buken ose ushqimin. Sot marketingu nuk fokusohet ato se e din që qajo mo nuk shetë, sepse kemi kalu nga ajo tryeza, familja, shëndetshme që bëhet buka çdo ditë në shtëpi, sot do gjithë shka e bleme, shpejt që mos me harxhu kohë dhe investimi i tryezës ose kuzhinës është shumë minimale dhe unë vjen shumë keq që kjo po vjen trend edhe në Kosovë që ward. Kështu që është gjuna. Një trend i ri, a? Kishim vazhdu me cufën sepse e dim që e ki edhe një restorant në krye qytetit dhe ndoshta mundesh me na tregu më shumë se çfarë po kërkohet më shumë. Unë në shumicën e sene u pajtova me Gjulin, po unë kam një frikë për në tardhmen jo shumë të largët, që ana tradicionale është të huptena, edhe sidomos në për shtëpia, tash shumica po bojnë në për biznese, flia, pite, mantia, edhe ajo shia e shtëpisë, ajo aroma e shtëpisë, e piteve, e llokumave sene është të hup, po unë veç e kom frikën që në të ardhmen edhe kam u zhduk, domethënë ajo nuk kam u bo në gjeneratat e reja që vinë, fatkeqësisht. Unë me një pjesë të vogël ndërsa su pajtova me Gjulin që e dina është dinamike, jeta është jashtëzakonisht shumë dinamike, po unë e menoj që jena pak edhe dembela. Prandaj e puna dhe pyetje, të unis prej vetës, a? Pikërisht, po adin që ka ardhur koha gjithçka gatshme. Po, u letësu jeta, ndoshta edhe që ato të gatshme, që ato pite, që ato mantia, që nëse para 5 vjetë e më bo më originale, edhe që ajo ka upshia originalitetit. Do me thonë gjithë shka po bote e fabrikume, ose para fabrikume, që të këmë kujdes edhe qysh po shpena, sepse tani me njerë po bu është viral, edhe me njerë po po edhe përse kini gjullë këto që është e bo fabrikin e piteve gjullit, që janë tradit nënave tona, gjysheve tona që kanë marrë tryezën e juve, kështë që ruja. Po diçka ka të veçantë pitja jota, që Pitet e tona janë taman, që kanë qenë gjysheve tona, dhe kjo është arsyeja pse e kam pa këtë mangësi në shoqërinë tonë që sot qikat e reja, gratë e reja
djemë të ri nuk din me gatu, nuk din me bo pite, që është pite katmer, po flasë, se pite byrek nuk është teljerve, kështu që për mu ka qenë shumë rëndësishme që unë ka lind ideja në Big Brother, thash, qka me bo diçka në tren Kosovë që nuk ka, dhe nuk ka pite katmer, që është diçka që unë e mojmen gjysha jem që më kam thu recetën, që shumë e thjesht, po shumë e shishme. Po, ndërkohë ju të folë për pite edhe për flia, për mdo këtë PDG huratë çfarë mendime ka sa i përket sa ndikojnë këto në shëndetin e personave që ushqehen me brome dhe me fast food në përgjithësi. Unë në këtë rast më pajtova me dytë ka pak. Super. Se nuk jam as kundër flijeve, as kundër piteve, ajo sidomos është dyqysh traditë jona. Edhe nuk jena nevojna mi largu këto tradita, këto vlera, se nuk është veç ushqim, është dyqysh dashni, është kulture jona. Shumë e vërtetë. Nuk jena nevojë mi largu. Tash nëse krahasona pak për shembull edhe me ma herët që shënkon ushqimet, dallojnë. Edhe pitja sot dallon me pitën që u kon ma herët. Ma herët ka qenë edhe produktet kanë qenë më të freskëta. Bio. Edhe momentin edhe ato nuk kanë qenë, nuk janë konsumuar shumë që konsumohen tash. Ma herët e kur janë konsumu, për shembull flijat nuk kanë qenë pjesë e përditshme e tavolinave tona, për shembull ma herët. Është konsideru si ditë e veçanta, kur bëhet flija. Që e ka marrë vesh krejt. Kur bëhet pasuli, kur bëhet flija, pasuli zakonisht të bëhet hanës, të mortën. E trajten, ajtëve trajte, ja. E për shembull tash nuk mush me krahasu që të ko me kone edhe ma herët. Por ashtu se edhe atëherë nëse kanë hangër fli, kanë që kanë punu nara. Tash në momentin që sot kanë fli me njerë, unë lëshë në telefon, kështu televizor. Nuk mush me krahasu në asnjë aspekt kohën sot me kohën ma herët. Po mirë se për shkak ma herët janë konsumuar edhe ushqimet e mira, ushqimet e shëndetshme, supat, gjellat, pasulje shumë i shëndetshëm, laknat, këto do të thonë janë të mbushura me vitamina, fibra, proteina, krejt që ka na vjen një personi për me funksionu që dohet. Do më thonë, i ka pas edhe ato të mirat, jënë përdor pak ma shumë në shtatë dhe i ndyrnat ma herët, pa që ishe ceka, kanë punu njerës, nuk ka nejt, nuk e ka kanë qenë ma aktiv, ma vital. Definitivisht po, kanë qenë aktiv shumë, edhe ajo normal që ka me lujtë roli edhe tash edhe më përditshmëri mas andej. Kështu me dytë pak ju më pajtu. Pyetja, do thotë si opinioniste, nëse bërë mi u pyet, a mendoni që Kosova ka me shku trendin e Amerikës që çdo i treti ka me kon super obez, që i vjen? Inshallah jo. Sepse na për shpesh shohim, edhe pse jemi një popull shumë i shëndetshëm, duke ditur nuk po hi gjenetikës që ne këshirum akoma që mos mu martu 4-5 gjeneratat familjes tonë, bla bla bla, po flasëm për shëndetësinë dhe obezitetin. Amerika ka për momentin problemi çdo i treti është obez, që është problem i shtetit tash, të mjekësisë shëndetit të shtetit. Unë ndoshta më me marr shembull vetën, unë kesh në Amerikë, për 24 ditë i kom fitu 8 kg. Edhe atje ka qenë normal ajo veç junk food, veç ushqim, fasting, ushqim edhe tepër jashtëzakonisht kalorik. Unë shkova më knoq, shkova me pushu pas shumë aktivitete. Edhe plus 8 kg. Edhe plus 8 kg, tash jam të hek, mi hek, se shumë shpejt i fiton, tani shumë vështirë edhe i largon. Bile që tash e pata problem me bagazh, pa lidhje. Bile që tash e pata para 3 ditë përfundova një go në Ohër, majicën e kom të Ohrit, ishte 45 km në Malore, vrapi Malore, për ndryshem edhe vrapu sa ata që më njohin. Me menze përfundove, a? Po e përfundova me 8 ore gjysë, do me do mos t'i kisha që ato kilogram, besoj që për 7 ore gjysë dhe që e kisha përfundu. Gjithsesi... Që do me thonë me një herë e vrejnë ndikimin, a? Absolut, po, shka në rën, qoshë rën, edhe unë e minoj që shumë let na mujna minajt vetës gati, edhe unë shumë luftoj në atë aspektin që mos t'i kthehemi anës Amerikës, edhe na, unë nësi i shoh shumë fëmijë në për shkolla, për një me ka fillu ajo pesha, tani fillon edhe bullizimi, përqeshja e fëmijës me zveti, probleme shëndetësore, po edhe një anë tjetër që ndoshta në thojza kësha mujtë me thonë është që i kësha gjyku pak edhe prenderit, sepse edhe prenderit janë ata që duhet mi najtë fëmijës gati, me ushqim, jo qipsa, s'to mos me hangër qipsa nërë. Po, e kemi parë që shumë shpesh kanë edhe për ndyra jo të shëndetshme, me thonë, po jo çdo ditë, ato janë njerë njoftë që e liron vetën. Faktikisht trupin nuk i pëlqen ato dhe nuk janë të domosdoshme, të shka që na e kena bo që hajtë e këshur një film ndillëve me familje dhe i qatë qipsa të të popcorns, popcorn shëp.
Kokoshkët. Kokoshkat ose... Jo... Nejse, edhe për mu shumë e rëndësishme me kuptu që faktikisht unë vetë jam një njëri shumë edhe promovoj fitnessin edhe vetë jam konë një industri fitness edhe akoma jam, është shumë e rëndësishme me kuptu ata kush në ndërgjojnë në shikojnë, që fëmija është produkt i dy prindve. Absolut. Dhe nëse ti, si prind, e ushqen fëmin tonë me bukën që e maron shpe, që e din që ka i qetë, se ti kur nuk e din kur e brin një produkt... Sot i ushqen telefoni, ju edhe definitivt është... me prikë edhe këtë tema, definitivt është shumë e rëndësishme na të rriturit që kena familje, që kemi fëmi, është shumë e rëndësishme me ditë qka pe ushqena, na do të të brezin e ri, se brezi i ri ka me kone ardhmja Kosovës. Po, ma ndihone dhe si shprehi, nëse familjar të ushqen gjatë gjithë kohës, ti mësosh që ajo është një ushqim i zakonshëm edhe duhesh me ushqy ashtë. Edhe plus asona vlerat familjare kure ke në tryez, pastaj ke komunikimin. Problemi ma i madh sot përveç shëndetit tek tryeza është që s'ka mo prindi komunikim me fëmijën e vetë tavolin, sepse ka hupa e tradita kur t'ka pyet ty prindi, si kalove sot në shkollë, qa mësove? Sot veç, zemër qa bone hajtung, sepse është tungo dikon, nona, baba, ai uniteti familjar që vjen nga tryeza e familjeve shqiptare është zbej. Une kom një shqetësim personal që do shta më bjen rol dikon me përmen, por që është një zakonisht e hapi si tem, është problemi që e the dhe ma herët pjesa e telefonit, ushqyrit fëmive me telefon, fatkeqësisht fajnë kryesori, alo prindit, do më thojnë hajtë se kur t'i bënd ti, i këshyrë tët, i thash ma mirë si bëjt se sa mirit me telefon. Arsye është që lexoj edhe në internet dhe ana e psikologjike, ndoshta edhe kjo musafirja din me na kallëzu ma saksisht që unë mos me gabu, është që truni nuk e percepton ushqimin që e han. Edhe në ato momente mësot tani fëmija vetë i mësot truni që pa Android ose pa telefon nuk kanë. Shyreti ose lezeti ma i madhë është kur prindi, fëmija i hanë nëse ullet edhe vetë prindi. Jo me lonë fëmijin që aty qitja telefonin edhe unë s'qëm kunder mos me hangër na hamburger, na ere, na sandwich, po ti kur ki aktivitet, do më thonë e tret ato, edhe e largon, do më thonë edhe korën si edhe aktiviteti fizik, jo mi që kanë 5 kurse, që së është diçka gjithësysh me që fëmin 5 kurse, po... Njënën për tyne fitness me që. Njënën për tyne me pas edhe aktivitet fizik, ose me dojnë me fëmi me hec, e kena gërmin, e kena park universitetit, më vjen keq që shumë pak shfrytëzohet pi familjarve. E më vjen mirë shumë ata që isho prind që dalin bashkë me fëmijë dhe i dojnë telefonat e japin një farë shyreti familje. Urata, për më tregon me siguri ke pas mundësi me punu edhe me njerës që ndoshta vijnë prej këtyre ushqimeve të pashëndetshme, edhe sa zgjat ajo procedura që ata me mbri peshën që kanë dëshirë. Definitivisht kena pas raste, edhe me nën pesh, edhe me mbi pesh, mi këto janë ato dy ekstreme që zakonisht, janë ma zakonta. Në të dy rastet ka të bëj me keq ushqyeshmëri. Të dyja rastet cilësohen si smundje shëndetësore. Për arsye se në të dy rastet ka me pas probleme të ndryshme. Për shembull të zakonisht të mbi pesha, diqysh të i kalot me një kolesterol, hajde me ndyrnat e nalta, tensioni i nalt, diabeti, po nën pesha zakonisht e ka vetëm një përfundim. Kërështë dyja, po do të me pas mendje që dyja, do me thonë, do të më kurtu shumë rëndësi. Të rastit edhe të nën pesha, po të mbi pesha, zakonisht, këshillat nutritive, tash po flasë si pas literaturës nutritive, prej materiave, do me zgjatë 6 deri në 9 muaj. Për arsye se është ajo koha e nevojshme bori edukimi i trupit. Edhe nuk është esenca që kur ti merr ti këshillat nutritive, nuk është esenca që mi hub 20 kg brenda muajit. Po, se nuk është edhe shëndetshme. Nuk është shëndetshme. Këtë mundemi me bëni lloj me përpilu një plan ushqimor, që mundem me hek 20 kg brenda muajit, por nuk është as pak e shëndetshme. Në atë rast mas pare na pelargojnë masën muskulare kurse masën dhjamore jo. Edhe prapë nuk është esenca që masën dhjamore me lënë edhe masën muskulare me largum. Ato do më thonë këshilla preferohet me zgjatë 6 deri në 9 muaj. Në mënyrë që edhe mu bori edukimi i trupit edhe mu mbill një farëlloj shprehje. Kena pas shoqëruar, kena pas klienta që kur kanë ardhur edhe kur kena bisedu, na ka treguar që ja ka nisë edhe vajza, ja ka nisë edhe djali, edhe ata kanë qenë shumë të vogël, mu ushqy njëjtë, edhe më ka ardhur shumë mirë se çati u kon esenca e krejt këshillave. Jo veç çati personi pak shumë më të madh se veç të personit. Po, definitivisht, edhe çato që bisedu madin që afërsia familjare, masani adin tregojshin
që... Po, është ma letë edhe për nanën, se ma ndena ajo ndjenja që ti dosh me bo ushqime ndavat për vete. Definitivisht. është edhe tjetra që du të me pas pakinati me vetën. Unë para 6 vjetë i kom pas 20 kg plus, dhe më konë si top, i romollakt komplet. Edhe kërkush më spret me toni e keq për dokush se do pësohë se diqka. Ma se pi marë personale, ama. Thjesht ju kom këthy një ditë pasyrët se kom thonë deri që të e ke pas, tani kom fillu me vrap, i kom i 60 maratona, gjus maratona që i marë pjesën e për Po, më Evropë. interesant, se shumë e rëndësishme ka edhe ndoshta njerës tjerë që po evitojnë këtë problemin e peshës, po më intereson ku e vrejt e ti që është momenti që ti do shme ndryshu edhe prej qka erdhe ajo? A erdhe prej komenteve të njerëzve, a erdhe prej që undishe e kesh, a veç vendose? E para që nuk jam një vetë rahat, nuk e kom dorë vetën. Se dënë vetën, s'dënë kërkosha? Qatë moment që e kom dorë vetën, e kom bo ndryshimin personale dhe deshta më ndërlidh me kolegën që unë e kom pas 6 muj deri 9 muj ndryshimin tem. Edhe lezeti maj madho konë që gjdo herë, mas gjdo 1 muj janë ajsen, 2 muje u shtrëngëj ke rypë, u dovke me mja qenë një birë, edhe ma letë, po këto e kom fillu në gërmi, adin më sprit ndryshim shpejt, konsistenca ose ndryshimi gradual e ka një bazament shumë atë fort edhe e kip ma problem me këthy. Ata më vjen keq që i upin, thojnë 10 kg, ata nuk janë të up, ata janë të up ujë ose mas muskulare që ta kolegja, por ndryshimin mos e prit shpejt. Jepe vetës vullnet, jo me suplemente, jo me sene, se edhe vetë veç nëse e dëm pak vetën, nëse ki natë pak me vetë edhe vetë mund me bu ndryshimin. Që to ka dhe suplemente që ndihmojnë me metabolizmin, me ta shpejtësu, si që është për shumë që përdorin në Dr. Slimin, por nuk përdu me bërë tej për marketing për to, po isha duke thënë që si një person që ka punu shumë me gron, fitness, unë gjithmonë i kam thënë nuk është arsyeja, nuk është e vetmja gjë që ti vendëshmërin të të me marrë ti. Unë dihmoj me hopat, por që është shumë e rëndësishme me kuptu që nuk është dukje që jena të endru. Jena të endru që është ndihesh. Se përmes dukjes normal se i fillon më ndje ma mirë, ke më ndi shumë ma fete, shumë ma energjike, shumë ma vetbesim, këtë këto tjera që janë shumë të rëndësishme. Por shumë rëndësishme me kuptu që as kush këtë botë nuk mundet me ndihmu ty si individ, nëse ti nuk e bën hopin e parë. Sado që na e motivojna, sado që i kom po 70 gra që i kom motivu shdo me nxez me orare ndryshme, po kur aja të ka thonë, valla sot s'po moj, ti s'ke mujtë më shku shpe më zërë me qik pe i shpis. Por për mua shumë e rëndësishme, shdo kush që na ndëgjone na shikon për momentin, është që hapi ma i bukur tjetës tane, është ti mi thonë stop, deri kurë ma. Dhe unë meritoj shumë ma shumë. Meritoj me pot një trup qëndetshëm, një mendje të shëndetshme, dhe me pot bite gjitha kur je konsistente. As unë çdo ditë s'kam qef me shku në gjim. Po me gjizë që tham hec s'po shkoj. Po ballë që qas komin në gjim e i baj 10 burpees ose 10 skleka. Që është për mu sukses. Qatë ditu konë që e sukses. Veç me qenë lëvizja. Me gjithë që ke bo diçka për Edhe trupin mas tënë. konsistentes vjen qëto gjëra tjera që fillon tani pastaj me dashtet e tjera të tjerë, po shumë e rëndësishme që ai hopin e parë, kushdo që e merr këtë hap, është me vendosë që ti meriton shumë ma shumë. E jo me konë i pa lumtur, i pa edukun se qka meriton ti, me trupin tanë, me mendjen tonë, se këtë lidhen këto shëndeti shpirtëror, shëndeti mendor, shëndeti fizik. Këtë janë këto singjirë që nuk po shkuputje. Po, në shtatë Sultana jep një përgjigje kështu morale. Tash është koha e mirë. Diçka që muj me premtu në anën e publiko që përna këshyrin, është që veç një herët vynë me dalë në gërmi. Në mëngjes, në 6, në 7, ose diçka. Veç ajo zonat e bilbilave, ato cisërimat e bilbilave të epi një qëtësi, e para. E dyta është ajo ambienti gjelbër që të epi anën psikologjike qëtësi shpirtërore. Tani janis me hecje, tani vetë fillon ai motivi, vetë janis me vrapune, kom nis me grup, jam pjesë e një grupit X-Traders, aty janë 2-3 grupe të vrapit, edhe e kom njës qështu ka dalë, njerë të jes, tani kom fillu vrap, jo hajde një maraton, jo hajde një gjysë maraton, edhe tash i njeki, kur do që kom ko i njeki këto maratonat ose gjysë maratonat, edhe e mira e vrapit, e sportit është që një komunitet mirë, një njerës vësjeshën, kërkon se shemë nervoz. Ishe krejt pozitiva. Absolut, kërkon se shemë nervoz edhe thjesht njëshë në fund me vetën mas mirë. Në faktu ne kom një farë respekti për njerës që i shonë më
mëngjes është një grup edhe fytyrat njohura publike që vazhdimisht i shoh që postojnë edhe ma japin një farë motivimi mandej edhe mu. Për pjesën e anës motivit, se kanë thonë kush e kesh e vesh. E unë jam pjatën e një qikon kesh ta që kanë dalin. Në faktu në spikesh i vjen që s'pas ta me vesh, këtë punë e heq kur qysh. A që me zonë të marrën e ngërmiti. Ka qena të reparasëm ju bashku grupit, ishë më qumë 5:30, në 6 me konë ngërmi, se me 2 shkort ja kom njësë vrapit për erë të parë. O që isha në mëngjes, e shesha terë. Që din edhe datën, u faqë për përpej, që që rëndëseshme u konë dita e. Një ndryshim shumë i rëndëseshme, a? E shesha terë, krevetin zetë, marat thasha, do të me konë këtë bëdallë më që unë këtë bëni. E kom shty disa muj, deri sa e kom bind vetën, adin se një shokët i kom thonë gjithmonë po dalë, s'delsha, deri sa thash, adin qka, veç njerë të vynë me jepat hezin e pishtratit më qu, edhe me lonë lartë telefonin. Adin, jo me pas ofër, se telefoni zakonisht neve për na merë 2 orë para, se me flajt na merë edhe 2 orë tjera të këshyrë TikTok-a se oreve diqka, po zakonisht telefonin dësh me lonë lartë që zilen të deri sa të shkon me nalë, veç e kreve edhe të uzgjove. Është një fjallë e urtë, anglishët thojnë për këtej Shqip, njerëzit e sukses shumë janë ata njerëz që ndjesit e veta që i kanë, ose mendja që i thetë, mos e bë, nuk e ngojnë vetën, për e ngojnë strategjin ditore që e kanë për vete. Dhe kjo është e vetëmja mënyrë si në punë, si në fizik, mental, emocional, me konë sukses shumë asë atëherë kur si a vetë letrat vetet edhe e banë atëm që duhet me po. Do the list, but you have to do. Në fakt që përmende kjo, që e ke motivu vetën edhe i ke thonë vetës a je mirë ti që po qosh se shtrati, jo, që te shtrati në zetë, unë e kom vrejt shumë shpesh që në shoqnin tam, për shambull, dhe një person edhe thët, nesër përdu mu qunë 6 mëngjes me vrapu, edhe janë shoqnia që e bullizojnë shumë shpesh, që thojnë, a je normal, e keshin edhe, a shkjo demotivim për... se ndërprejeva ndjes, unë i kom pasë 3-4 personat të tjerë, që shtë që ma bëjkija dhe se ti që ngonën e ngoj për 5 minuta. Sot është shok jemi, është që një vjetë, bile më ka kalu në ko, jo, ajo është 10 ma pak. Më ka kalu një ko dhe ta shumë e nguci, thëmë, qëre profesori gjithë mund ka qef me ponë zonë si në manalë se vetja. E nguci e bëja i gore me të. Do me thonë, po, do të me ndryshu dhe që ke mentalitet, do të me përkra njerë që dojnë me bo ndryshime pozitive. Nëse flasë për suksesin tem si në restoran, si në vrapo babadimër, maratonin babadimër, mu gjithmonë më kam përkesh. Ose më kanë thonë, se ti adin se bën, sot babadimëri i bën 10 vjetë, si vjetë, dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm ku Kosova promovohet si në BBC, si në Worldwide. Do më thonë promovohet veni jonë jashtëzakonisht shumë, diçka që më kesh, tani edhe kuzhinën ma kanë kesha, gërdit shumë sanë e hëpë, sot kam restorant tamin, kam punëtor të me, jam shef kuzhinë, jam pronari restoranit, edhe diçka që kur s'bën më marrë me njerë sa thujnë për rrëtë. Gjithmonë keme koni i qeshun, sikur mrive, sikur smrive, që qanë, mrive... Jo, vëqe fajta kështu si mesazh që shëshnia do të shumë e konë motivuse, sepse i ndiman shumë. Urat Alit nga tregon pak edhe për profesionin e vetë, ma shumë se Cofa dhe Gjulja mësu me televizionet. Dim me shvizu kohën televizive. Që sa vjetë e bënë këtë punë? Tash, ndoshta rrëth 4 vjetë, po tash normal të mundu me avancu pak ma shumë, edhe gjithdo ditë të mundu me lecu, normal që dhja po shtohet. Mirë tash kështo fast foodat, do të mundu me shmang, tash që e cekëm edhe ma herët, nuk jam as one për shambull strikt jo, mos me konsumu as pak keq kur gjo. Po, sa ma rrallë li të konsumon, aq ma mirë ka me qenë. Për shumë, reziku më shfajt në do një smutje ka me qenë ma i vogël. Po nësa ato probleme është veç kur të fillë më bo rutinë. Kur t'ja njësë më konsumu çdo ditë, vend ushqimeve të do më thonë të shpis, më konsumu ushqimet e jashtit, ose ushqimet e paketume kryesisht. Këto di me shkaktu me rritë rezikun për më shfaqë problemet të ndryshme shëndetësore. Diabeti, problemet me yndyrna, me zemrën, me sistemin kardiovaskular, me sistemin nervor, sistemin urinar, edhe këto organet e tjera faktikisht fillon me pësu problem prej këtëne ushqimeve. Më mundu mi shmang. Ushqimet pak me mundu që janë me yndyra, mi zëvëncu yndyrat, për shumë yndyrat që janë me lule djeli, mundu me vaj ulliri ose me vajra tjerë. Po, me diçka më shëndetshme. Po, definitivisht, dhe mundu me pak shëqernat, sidomos shëqernat e rafinumë, se për shumë nuk mundush me krasu shëqerin që e bilen, me shëqerin që gjendet në frut, nuk mundush me krasu. Mundu me përshi sa ma shumë pem perime, dhe definitivisht nuk ka me pas probleme shëndetësore,
Si ke pas problem, po besoj se i rrit në një familje, e ke edhe babin, njohës nutricist, po, është shumë i... Definitivisht, tash ma herët nëse e krasoj vetën... Po mendoj me atë kulturën e mirë ushqyrjes, se thamë që ndikan edhe familja shumë. Po, definitivisht po. Për shkakun ma herët, kur në konë shpollë mesme, kënë konsumu hamburgere, sene, po ata nuk është që kom lexu shumë. Po si t'ja fillon me lexu për qëtu ushqime që ka përmbajnë, definitivisht kanë mi t'i gërdit edhe nuk ka me tarë dhe asë mi konsumu mo qatë shumë. Po, ndërlidha me qëton kur lexojsh edhe kur bëjsh hulumtime, unë i kam adhuru faktikisht dileve, jo shumë për chipsat, dhe i kom këshyr një, edhe për një mishna i kom po, nuk e di a e keni po jo, po është Netflix një dokumentar për mishnat që prodhohen në për fabrika dhe qka i qitet ato. Dhe kër e kom po ato, kom thonë, një tem, do të thotë, përveç pite me mesh që ha shumë rrallë, për ndryshe mishnat unë gati si konsumoj. Atë shtot Brazilit në Kosova? Jo, këto vide asfa. Edhe njëjtë edhe chipsat ose Nutellën. Me po ju me, do të thotë me horoskop ose teleskop, mikroskop, mi këshyr shumë detaj, të i gjenë 100 gabime që trupi jëtë nuk i pelqen dhe na e futum troptonin që e kena shumë të shajt, se vish një trop e kena njët, që kjo shpirtin a rënë që trop, dhe na fot e demoralizojna trupin me zhdo gjëra katastrofale në troptonin i futum për mes gojës, do thot duke ushqyar vetën gabim. Dhe për atë heshit, kër i kom po qatë dokumentar që i kisha dosh që këtë njerëzit me po ato dokumentar, mos me hangër fast fooda, mos me hangër gjëra që janë me vojat përpunume, mishnat përpunume që nuk i djetas për jardhja. Shifena kena plot para një jave ke një skandal që mishi i peshkut ka qenë infektun dhe ushit Kosovë. E kena shumë tjera gjona, që është shumë rëndësishme të pakten ku shkësh ka tënë bleje pullin e ka tunit, dhe pësash ma e shtrajt, të kënoqë dhe din që... Edhe din që ka pushtin trop. Edhe din që ka pushtin trop. Të vesim cufën, sa është shtirë mi gjithë këto produkte cilësore, normal, pa përmenda mbra të lutëm. Jo, pa e di në këtë pjesë. Deshta mund të lidh me pjesën që tha Gjuli ma herët, për pjesën e produkteve, tash mos tëmë krejt si pëmë, si perimet, ketjën me pesticide. Loja sa dush, a i ka murit me... Ka murit shumë shpejt. Filimin e ka pasë, po, do me thonë, sugjerimi jam është edhe pse kam restoran si një itëre që kam pasta, kam sendviqa, kam hamburgera, kam salat, kam këto, po ne kam shumë përzjedhë. Në për shembull pjesën e frajit nuk e kam, pjesën që është që fundot kejtë në vaj. Jo më konë gjithmonë anti asaj, sepse është as pak zërë e shëndetshme. Qaj sugjeroj tash që është vera, gjelat, do më thonë veç i merë do perime, i ka vërdis që tojnë të na, i fërgën pak, edhe i bën gjellë edhe që e ki masleti për shëndetin. Zakonisht trupi, senet e këqia nuk i një. Nëse e marim t'i hanë 2-3 senet shpejta, fast food, asë diqka, i hanë dhere që tu, ose s'pëthëm e keqe flia është e shëndeshme në atë aspektin, nëse se te pronë, po fli dhere që tu në ngopësh, janë 2 molla, një mollë e gjysë ti e stopirat vetën, ose me salat, do më thonë ngopësh. Që kjo është mendimi janë, tash nuk e di. Hani molla më sani flia. Po ki është tregu, e kemi tregun njerës që pritojnë, shkojnë në për markete sana, ti ki edhe në markete, ki edhe në treg, po në treg e ka një vashërete, një aromet tregut, ki i merë do patligjona, do tranguj, do asit, do kësi perime, ndryshme, djathra, ndryshme. Po tash edhe në markete, përshë edhe vështirë mi gjithë. Që që dimrit kur përna importojnë për i vendeve tjera, kur nuk i dijet me qëka jenë rrisht. Amo ki zgjedhje, ki në Prishtinë, ki sa dush, veç të aje që spritën minajt vetës gati, ose një që du me thome që tonë që të në treg, unë kënoshna verës, kur shkaj të agje, në katon kër shkujna, e konë nërlastik, domate, trenguj, pjepen, boston, shalqin, të kënaqës, edhe bashkë i thash bobit një ditë, kur kesh tash gjunaf që s'kena, do thot, një tokë që unë më shku me mjellë, so adhuroj këtë sen, edhe besoj që pleqnia, mu më gjenë ato të i bo gropa, ato të i andrejt. Edhe shumë gjenë e mirë si përdem prej kupe hanë, edhe shumë në këtë vendin tim, restoranin tim që e kam, deri sa ka qenë koha si eftoft pak, të marrë dhe e kom bo pasulli.
Pasulin edhe para 7 vjetë kur kom punu me një lokal. Po keshë që vazhdimisht të tekson të martën pasuli, u krye, njerës të lipshin të mo, a bëm pasul të martën në bëjtë shpia dhe ama bonat shumë alet u kom përmëranat se i kanë ditë ditë vitjovë qa kanë me bota, qka po dëni. Para 6 vjetë kur kom punu me një vend kuzhine, pa ta pasish me thonë si të përbashkët kuzhinën, kom dasht me bo pasulin. Jo zbën e dëjke që si sane të pone për interneta, o thash, o shok. Sushi. Thash, na e na shqiptar. Unë e di konsumin që na e kena dëshirë. Edhe prapër ka qenë para 6 vjetë, ka qenë ai hezitimi pas, dyqysh t'inglën pasul me të po dikush të hongër. Fasule. Edhe tani të e po njëni tjetër, ka shku ndërsta në pauzë me shku deri në 40 racione. Do më thonë, nuk është marrë me hongër një pasur, një gjakën, një shka. Me është të qëditshme qysh një farë forme, vjen një farë argume, o pasur, po hanë, ajo është një pijgjellave ma tradicionale. Na di, dhe pëse kom po qef njerë e marrë një gatu, po nështë a Se erdhe i këshu gatu bashkë, me kësham su diqka për teja. Gjellat janë për qitë periud, gjellat janë salatat, është vera, domate, trangu i djath. Kisha dosht mu ndërlidh, për shto që ta që është shumë rëndësishme që edhe nonat e kam po të malet. Për dërgoj një tradit familjes tem, do thot ju e dini që rajna 6 fëmi, unë jam e vogla dhe moj men nështë 5 vjetë që i kum pot. Babi është njëri ushtarak edhe ka krejt me minuta, me krejt strekt. Me orare dhe moj men që një moment nona jam që gatuj ke shdo të të mas punës, po më vjen fështirë me ditë qka po dëne, se jena 6 dëshira nuk munum. Dhe Bobi ka thonë një dëshirë, një ushqim, shujt kena me botë dhe ke keni me hongër që aton, s'kena pot shonës, për ndryshe jemit pa bëk. Edhe kena pot një tabele, u kone hone, morë të mërkure hajtë deri ndilën. Shdo dit, na e kena ditë qa ka më naprit mas shkollës kur vina në shpe, sepse Trueza u konë gati prej nonës, buka, dhe kjo është shumë e shëndërshme se e ke pot pasulin, e ke pot këton, e ke pot matien, e ke pot qorben, orizin me mish, e ke pot çdo gjë. Sot fëmi ta bojnë një se ka kepë, ose jo ka udhë. Jo, po shja veti, kepja të shëndërshme. është mbjellën me një që pi... Alergji është tjetër sen. Është shumë shpesh që vish me sy nuk i pëlqane, dhe i shënona që i thojnë po provoje një herë, jo s'po më pëlqane me sy, po mdo këtë e gërditshme, për gjella. Ka më në kohë që si kom ka duhet që ka Bobi nga zanë është e ke me hongër, dhe ke s'ki qare pa hongër që është për tavolinës. Edhe unë e kum hongër, shdo gjë, për shamull në kur si kum pëlqy laknat, e zime, se du erën, se du. Edhe e moj men, ju në kone është 8 vjeqe, mas shkollës isha ondë, se 8 orë në shkollë, mas shkollës, 8 vjeqare, normal që do të më ushqy. E kish bë nona Trueze në bukur, me gota, me pjata, si zakonisht, se traditën edhe në televizion e kum të regu qysh, edhe dhe thot tha, kur sa haraj, qika jam tha qiton keme hongër e s'ko tjetër, se nona ka herë tin, sa mjetë këtë sanë tjera, se e vogla ju më kone hongë, e gjithë më hajtë e troshi vajzën. Edhe kur sa harroj peja të heshit mo, gjithë kumë hongër edhe oliv, që si kumë hongër kur, edhe lakna, mish me lakna, i thoni ju? Lakna që i qitë mishë. Do të peja të heshit s'ke qare. Edhe kuzhina si imaginohet, do të pa kepë dhe pa udë. Kepja dhe udra është esencja. Si mi ga kepë pa vëllanë. Që që i kajnë edhe ato beneficionet e veta, kanë shëndeshme... Antibiotik natural, mo. E kena profesoreshën të që më nga ka Pra da e ki drejtojnë a uratët, kështë e ty të korrigjëm dhe se jom gati. Unë i po faktura, masës më më qeni të ndërbrej. Jo se dikosh më ka kudzin kur po vjen se gjurë në rikja pa njësë. Vajtona. Bravo, po më pëlqen që Në fakt, po më interesën ku jënë vajza qika të reja që din me bo flia. A është shtirë mi gjithë ato sot, a? Sa e ke pa që shgëzonë gjinia ma shkollore, ua, jo, gjenë me qitë fli. Unë e menej që mund më një ngisht, ndërsa sot. Njo që të koka. Treja po flasë për ato 20 vjetë, 21 vjetë, 25 vjetë gjenë shpreje, jo pite. Po as me gatu, as gjela. Po, s'kan interes për qëto gatime tradicionale. Nuk të ka bo dhe paka shumë jeta. Jo, nuk mendoj, kishë nuk i kultivojnë atë traditat tona. Definitivt. Se është një farbulizmi, tek pëgatuna, unë mendoj që gatimi është tradit kulturore. Në fakt, mendoj që gjinit mashkullore gjithmonë është pozitiva, ata gëzohen kur i shojnë, jo se po ditë. Se di që nuk mesin on ta, ty s'jam bështibje garantë. Jo, më ndjetë në dojnë një mgruja që ka me të posë. Pash një mgruja. Po, jo, është qef, është lezet me ditë me gatu. është ndjenje mirë, jo rastisht tojnë që lafet më të mirë, ose mua beti më i mirë është rreth Truezës, edhe ofër Truezës, kështu që tash të e di që jena në internet,
s'kam qare pa përmen që GPT-n, aty edhe njeri në ndërton vetë. Bile dhe mja qumë fëtë të shtoj edhe pak. Shtoj pak krypto. është një sekret që në varët të ti so jep dashni gatimit. Edhe shëndetit tëmë. Nëse ndërlidhna për vetën temë edhe suksesin e kuzhinës është që unë e bëj me pasion edhe e bëj me shumë dashni edhe nuk e qes diçka që nuk ma kona për veti. Ka qenë që shtu një sandwich bile, ja kom gjitë Zhozof, sandwich, për ka të rasin që një për sandwich ma shumë të që mirët, jom konë shumë mund, mas vrapimit edhe pja bëj vetës dëkse për qes sena tepër e shiova. Thash e adin, thash që kjo do të thash me shtin menu, thash se ka mu pëlqy. Emri tema. Emri Zhozof, edhe heci. Po, e kam pëlqy dhe tjeta. Rozana, kemi një kolega aty në punë, e janë gjithë me emrin e soj. Qëfar motivimi edhe për punëtorët, ma ndete me bo receta të reja. Edhe nëse foli për staf, thjesht më nëna me pas një harmoni me zveti, me pas një energjit mirë, edhe të gjithë ata që më njohin, qëtar që kesh në orë, i kom qitë një 2 video ku jepi do zamra, jepi do përqafime, është edhe në Prag nëse e marrë, e kom pas ditë lindjen, se tash pëndërlidhe me diçka tjetër, kër e kom pas, vjetë ka qenë, i kom shtit 30 qifte mu puth. Veç a përshë, a jeni couple, po, ja, dhe pa couple i shkon interesant. Ndështë edhe si jënë konë couple dhe që jënë puth me zveti. Edhe qifte. Edhe qifte, jënë 30 qifte që i kam në Instagram. 30? Qifte. Po, së në thashtë edhe qifte. Jo, 30. Tani kom do në 7 përqafime në Padovat Italis. Më thjesht mënona me dhonë një energji, një good vibe në shoqni, se që ajo menoj që së dhe na mungon. Përveç ushimit që për diskutojnë, po deshta me pak me pytë kolegen pak, se mas li babin e ketë njëjtën lami punës që e bëni jo, dalimi mes generator, garant shpet juve keni folë që ka qenë para 30 viti kur babi jo te ka punu qitë punë dhe punon garant akoma, dhe tash bia atina që punon me generatën tjetër, që i bjen një generatë tjetër. Çfarë dalimi ka të kësmundje që ka qenë para dhe tash? Pe i ushimit po flasëm. Ka shumë dalim. Nuk po thëmë që edhe ata nuk ka pas mundja, nuk moj me thonë atë sen, po ka shumë dalim për arsyeja se që shëtëseka dhe pak më fillim, produkte që janë përdorë ma herët kanë qenë krejt naturale, kanë qenë krejt fresta, edhe kanë qenë edhe pa pesticide, sot që ashtu që shëtësekët edhe jo. Shumica 99%, mos tonë krejt definitivisht, të pembe dhe perimeve janë të moshta pesticide. Tash mënyra ma e mirë, nuk mund të mju hek krejt pesticide që ka jënë se që ashtu jo mbila ato me që ato pesticide, po pak mi neutralizu, për shumë me muanin të madhe me oj, milion me një lukë gjele sot bukës, nuk i hek krejt po tu që i neutralizon. Edhe në të e praktiku plët këtë metod me sot bukës. Ajo në ndoshta vesh i neutralizon pak që prapë se prapë çfarë smundje tash kemi më shumë se që s'ka pat atëherë. Moj me tregu unë çka moj me të tregu prej eksperiencës tam, çka e kom vrejt kove të fundit çka ka shtohet shumë, është definitivisht gluten enteropatia, intoleranca në gluten. Çdo ditë më shumë, një me si ide për biznes, bosa në pa gluten. Gluten enteropatia çdo ditë edhe më shumë, kam klienta që kanë probleme me gluten. Do më thonë edhe struktura e gluten, struktura e grurit, në ditën e sotit ka ndryshu krejt komplet prej ma herët. Që ata dhe thonë, jo ma herët nuk e kena pas këtë problem. Nuk u konë ma herët se nuk e ka ndru strukturën në ushimin. Që u konë bio grurit, ja ka ndryshu krejt tërsin, krejt atë proteinën ja ka largu prej grurit. E mande që kjo është diçka që e kon vrejt one, kove të fundit, sidomos, bile e kon vrejt sa shkove të fundit ma shumë se para 2-3 vjetëve për shkak. Unë ku e kon vrejt thon gluten free është që para 10 viti kur para 2010 kur kam studiu në Kosovë nër një vjet, kur shkojsha në markete me lyp gluten free bread, do të buk pa gluten, s'ka pot. Një buk këtë Kosovë që e ke gjetë në ashtanaj supermarket super të madhë, që e kanë importu prej vendeve tjera. Kurse sot shkon në marketet Kosovë që më bjen tashme jetu në Kosovë, shkon gati çdo market e ka të pak që një buk që është. Edhe këtu vrehet se çfarë dallimi ka për këtë abona këtë pyetje, sepse është alarmonte se trupi jon thjesht nuk është bërë me hongër këto gjëra që sot neve na servojnë. Trupi jon nuk e
nuk e përthik, nuk e pranon, nuk e... Edhe kur mos më hangër buk, trupi nuk është që ka nevojë për buk. Po dhe buk-buk, po me ndojnë. Po, Po, bëhet edhe me tjera sene. Po, vazhdimisht bëhet thirrje që të paktën nëse s'mundën me ndalë ushqimin bile me evitu bukën e bardhë. Buka integrale është më e mira. Integrale Këtë ushqimet kryesisht që janë integrale më të mira, proteina, fibra, minerale, këtë ka më shumë. Po mdo këtë pini shikus, po shia bre shia. O kësko, si shia bërë. Nuk mund është gjithmonë mu bazu veç në shije. Nëse dëni bo mirë trupit tënë. Tash nëse shumicës njëve normal që ju pëlqen ma shumë fast foodat, po nuk mund është mu bazu veç në bazë shijes. Dush me ditë që trupit meriton definitivisht ma mirë. Nëse do me funksionu ma mirë, me qëndru ma mirë, me pas për qëndrim gjatë ditës, memoria, këtë trupit me funksionu ma mirë, dush mu bazu ushqime. Nështë ta kështa pas qef mundarje dhe të një tim, kom pa shumë shpesh që vajzat, që the ma herët janë në pesh, sepse janë fiksu mësë më ungër ushqem, me maj dieta, e që mandej, po kanë shumë probleme shëndetësore. Anoreksia, periodat në Një mesazh, tani vinë shumë probleme. Adin, pak mja jep një mesazh që mundën me ushqim të mirë, po jo me shku deri në atë pikë që... Tash nëse e folim të nënpesha, po edhe të mbi pesha, po kryesisht të nënpesha, zakonisht lunë rol edhe kjo e rjetëve sociale. Po prandaj. Edhe ma ndej jo po dukna shumë trash, po faktikisht ajo është po ka lënë një formë fiksimi, a? Masa një shkone në anoreksi psiqike. Nuk ka të përmo veç me anoreksin kështu shëndeti i trupit, po shkone me shëndet mendor. Këshilla jam, kish me qenë, nuk ka nevoj me bo krahasime, se në atë 4 ishtë mu shqy njët, këtë ndryshe kena me shtuhu pesh, kena me përpunu këtë ndryshe. Nuk bën me krasu me kërkant, trupit të shtim për lejt, bëj eksperiment, qërë, qka po të konvenon, qka po të pranon trupi, ta shpenzo për marë që shau, nëse është problemet të intolerancë në gluten, trupi automatikisht ta largon, nuk ta pranon. Kështu që paka shumë u bazun që të sen, leta në ushqem, 3 racionet, më nxezit drejka darka, në kone duon, edhe shujta ndërmjeca, 3 shujtat. Trupi jonë e ka orën tonë biologike të trupit, do me thonë, që ato shujta, që ato racionet që ha në kone dur, trupi jonë ka nevoj për to. Nuk mund është me krasu darkën që e ha në ora për shumë 6-7, hajde 8 maksimumi me darkën që e ha në ora 10-11 Po, se dhe orari shumë rëndësishëm. Po. Kështu që letë bazohen së ushqime, letë përshin sa më shumë pëm, perime, letë hajnë kasë, djathë, këtë këtu kanë ndyna shëndeshme, letë i konsumojnë këtu pak ma shumë, edhe kanë me arrin peshën ideale. Aktivitetin fizik nuk bën me harru. Tu ka të bëjtë më thonë energjia hyrëse, energjia dalëse. Energjia hyrëse qka konsumon, qka hanë, ushqime qka ti i hanë, edhe energjia dalëse aktivitetin fizik. Edhe të nënpesha preferohet aktiviteti fizik, jo i tepër, ti ku rreth 20 minuta është mjaftueshëm, veç nuk bën me qenë pasiv. Esenca është mos me qenë pasiv, gjithmonë më konë lëvizja. Edhe të mbi pesha normal preferohet para dite dhe mas dite me bo aktivitetin fizik, ecja shpejt, vrapin nga një herë, po Se erdhëm edhe në fund, edhe në i mesazh të fundit, Cufe dhe Gjulje. Pa të lashe, unë mënej që sot është letë edhe me bazë grupit gjakut, paka shumë u bazu se cilat të përshtatën në trup ushqim. Për fund, hani ushqim shëndetshëm, prish janë i nërë dhe pa shëndetshëm, po një për sene më rëndësi për mendimin tam është aktiviteti fizik, spaku 3 herë njaftë, edhe duhe vetën që me dosh të një dikën tjetër. E me dosh dikush. Unë mundona me japë gjdo ditë ka që shkoj, në gjdo televizion që shkoj, gjërat që janë shumë të rëndësishme. Unë mendoj që njerëzit që për në shikojnë dhe për në ndëgjojnë shumë rëndësishme me kuptu që një trup e kena një jetë e kena këtë botë. Dhe nëse ti nuk e vlerëson e respekton trupin tanë, shëndetin mendor tanë, shëndetin fizik që janë lidhse me njëna tjetrën, ti s'ke bo kur gjë. Unë ju falendrej shumë që ishit prezent. Me këto mesazhet bukra, po bëjmë një shkëputje dhe kthehemi prapë me lajmet.